Pra bota zhvillohet, po zhvillohet duke zhvilluar armët e vdekjes, sepse nga ato nxorën fitime. Edhe neve nuk kishim fuqi të blinim armë. Ç'bëm? Të fortifikojmë, të sigurojmë popullin, të fusim në beton. Në rast lufte mos ta vritet. Këtu ne gjetëm rrugën më të mirë, çik e kushtueshme, po është e përjetshme. Fortifikimet nuk kanë qenë kurrë të dëmshme në gjitha epokat. Sepse investohet vetëm një herë edhe këtë për gjithë jetën. Si ka mundësi që kinezët na i dhanë aq shumë para për të fortifikuar Shqipërinë, sepse ishte një kosto gjigante? Po shikoj, asgjë nuk është dhënë falas. E kemi blerë me krom. Kemi qenë shteti i dytë në botë për eksport të kromi. Kromi ku merren? Bulqiz? Bulqiz. Dhe sot minerat ua kemi dhënë flas të huajve. I marrin ata shfrytëzojnë. Neve nga kromi nxirrin flori. Tash atë krom kush e merr dhe kush e nxjerr përgjigjen e floririt që ka kromi? U thash pak më parë. Pema që ka kokra goditet me gur, jo pema që s'ka kokra. Ke parë ndonjë fëmijë të godasin plepin me gur, ja. Mbasi ikët nga puna juaj, kaluan vite dhe ju s'ndaheshit dot. Si ndodhi që u bashkuat me Ushtrinë Shqiptare të Kosovës? Unë kur u lirova nga Ushtria, më hoqën dhe gruan nga puna, dhe fëmijët i kishin në shkollë, dhe më thanë që ka nevojë për mësues anglisht. Po ju anglishtën ku e kishit mësuar? Që në shkollë Skënderbej. Mësonit anglisht në atë kohë? Në shkollën e mesme ushtarake Skënderbej, që kam vetëm 62, mësoheshin 2 gjuhët, anglisht dhe rusisht, se ata i llogarisim kundërshtarët kryesorë. Dhe duhet ja dish pak gjithmonë gjuhën e armikut duhet dish. Dhe ju rusisht dinit? Kemi bërë rusisht dhe anglisht. Edhe rusisht dhe anglisht? Dhe anglisht, të 2 gjuhët i kemi bërë. Dhe edhe kurse kur vajta në akademinë, në shkollën e bashkuar, atje bënim vetëm anglisht. Dhe më mbrapa e kam përdorur për të lexuar më shumë dhe kur më mbajtën pedagogë në akademi, duhej që të mbrojë një nga 3 gjuhët kryesore që fliteshin në OKB. Anglisht, rusisht dhe falgjisht. Dhe pedagog duhet, nëse nuk e mbroje një nga këto gjuhë në universitetin shtetëror, nuk qëndroje pedagog. Dhe kështu që më vajta e mbrojta në universitetin shtetëror. Dhe kur u hap Shqipëria, filluan të vinë turistë nga gjithë bota, të gjithë arsimtarët e anglishtës vanë me turistët. Dhe kështu i kishte nevojë për mësues anglishe. Dhe unë shkova te drejtori arsimor e Tiranës dhe i çova diplomën. Dhe më njëherë u futa mësues anglishe, fillimisht zëvendësues, pastaj u emërova në shkollën e Kodrëkamës. Dhe kur filloi lufta në Kosovë, unë fillova ta ndiqja me interes. Sepse lesë që thonë që Shqipëria nuk e njifte Kosovën, e ne kosovarët i quanim Jugoslavë. S'është e vërtet. Biles edhe në artin ushtarak dhe në detyrat që zgjidhnim neve. E parashikoj gjithmonë, nëse sulmoheshim nga Jugoslavia, ne parashikojmë se si do aktivizojë populli shqiptar në Kosovë me ne. Si ishte kjo? Nëse sulmoheshim nga Jugoslavia, po flasim për kohën e Enverit. Po, gjithmonë. Si ishte plani që nëse Jugoslavia sulmon Shqipërinë? Po. Çfarë do ndodhte? Ne parashikonim se si do ta ngrinim popullin shqiptar në Kosovë kundër Jugosllavisë. Shqiptarët e Kosovës do i ngrinin. Kështu që në një film historinë nuk mund të jesh oficer nëse nuk njeh historinë e popullit tënd. Oficeri asaj kohe, se tani... Tani nuk e di. Më falë ndjes të më doli një batut. Ka bukur. Kështu që dhe unë e ndiqja me interes luftën në Kosovë. Dhe duke qenë që isha marrë me leksione, me shkrime, edhe fillova të shkruaja për luftën në Kosovë, i botoja në gazetën Rilindja që botoi këtu e Kosovës. Rilindja e Kosovës, po. Dhe një ditë bukur, më bie telefoni në shtëpi. Më kishte gjetur më thonë që jo një filani po, duam të bëjmë një takim me juve. Kush jeni ju? Jam një përfaqësues i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ishte këtu në Tiranë. U takova me të, por i thash mbazit se para isha në shkollë. Edhe më
me kishin lexuar gjithë shkrimet që kisha botuar unë. Dhe tash direkt më propozuan duat na vish në luftë se kemi nevojë për oficera. Në luftë? Të shkoni direkt në luftë, shkoni në Kosovë? Po. Po tani kush ishte nga liria të vendin luftë. Dhe unë nuk e quajta pyetje jo logjike. Edhe kundërshova atë, po mund. Edhe mirë çfarë ofruan? Asgjë. Dhe për ditë më merrin telefon në çdo javë të diellat më kërkonin pinim kafe. Dhe pas 2 muajsh më kërkuan të bëja disa shkrime të tjera që ata kishin interes, po bëra ato shkrime, botuan ato, botoj që dhe në gazetën që kishin ata në Zvicër. Dhe mirë, po më qepën keq, do me thënë, sa mua më vunë pozitë vështirë. Vura në një pozitë, dhe se ti se do Kosovën, ti se do këtë pjesë Shqipërisë. Edhe më në fund pranova. Dhe pranova me një kusht të vogël fare. U thashë, unë do vete në Kosovë, dakord. Gruan e kam pa punë. Fëmijët i kam shkollë. Unë marë, u thashë, 300.000 lek në muaj mësues dhe me shkrimet që po bëj tek juve. Po 300.000. Dua këtë 300.000 lek të ma zëvendësoni, dakord. Dhe këtë 300.000 lek ma zëvendësoni. Dhe kur u ktheva këtu, kujtuan se u kisha ardhur me thes me dollar. Ju morët këto, për çdo muaj, dikush i çonte familjes suaj 300.000 lek. Po. 300. Nga ata që qenë UÇK-s, po qenë këtu punë. Po gruaja ishte dakord me këtë? Gruan e gënjeva. A nuk e thatë fare gruas? Gruas i thash mua kjo gazeta që më botoi thënë që del në Zvicër, do më kanë ftuar të jem atje në gazetë që të bëj shkrime në gazetë. Edhe gruaja e besoi, pastaj atëherë do iki burri në Evropë, do vetë edhe unë në Evropë, no? Dhe kur mbrita në Kosovë e mora në telefon. Mirë, po për drejt atë ditë na tradhtoi dikush. Unë nisëm nga Maqedonia. Unë nisa bashkë me Hashim Thaqin. Unë nisëm nga Tirana me Hashim Thaqin? Po. Ai qëndronte në Tiranë? Jo, vinte nga Evropa. Edhe ata, një nga ata që na shokiroi derisa vam në Strug, ne vam në Strug dhe u sistemuam në një familje, e atje do vinin të na merrin me makinë të çonin në Kosovë. Dhe atë ditë sa hëngër mushim, kur hapëm të dëgjonim zërin Amerikës, në orën 6 qere kur fëkjej zëri Amerikës. Ku shikojmë ne në Amerikës? Sot është nisur për Kosovë, Hashim Thaçi me disa oficerë tjerë. U befasuam. Mirë, po kishte dëgjuar dhe gruaja. Po se kishte besuar. Dhe u lidhëm me atë punojësin e Kosovës që ishte në radio televizionin shqiptar, për që ishte në satelitorin e paguante Kosova. Pa. Edhe ky Aslani, u thashun e njifni këtë, po tha, ja keni telefonin po. Ta bëjmë përgjigjëstrimin. Dhe i bëm përgjigjëstrimin dhe i tham, tani me të fillua lajmet juve në televizioni shqiptar satelitor, do thoni që Hashim Thaçi sot do ka takim me ministrin e jashtëm të Gjermanisë që kishte ardhur në Tiranë. Edhe bën përgjigjëstrimin. Dhe kur mbrita në Kosovën, mora telefon shtëpinë, nuk gruaja kishte marrë. Edhe nuk duron dhe të sqaroja unë, po pse më mashtrove, ti ke vajnë luftë, siç e ka një nën, çdo gruaj me nënë e fëmijë, kupton? Dhe kështu që s'kish bënte me gruaja dhe fëmijët, s'kishin bënë. Je penduar që vajte në atë luftë? Absolutisht. Nuk je penduar. Absolutisht, jam krenar që vajta atë. Të vjen keq që njerëzit që drejtuan atë luftë janë tani në Ishim 5 oficera shqiptarë që kemi qenë në luftë në Kosovë. Nga këta 5, 2 janë vrarë, 3 mi gjatë. Dhe kur erdhëm këtu, pas se më mbrapa erdhi dhe djalim në luftë Kosovë. Edhe djali? Po, erdhi me Amerikanët, pastaj në luftë Kosovë, por gruan më pushoi nga puna Pandeli Majkua, për nën dhe grua terroristë. Si, në kohën që ishit në Kosovë? Kur erdha këtu në mbas lufte. Mbas lufte. Nën dhe grua terroristi. Pandeli Majko, çlirimtari i Kosovës. Po, çlirimtari i Kosovës. Dhe dy shokët e tjerë të mi, pa punë. Ju që erdhën nga lufta. Dhe
është turp ta themi, por në dhjetor të vitit 2000 ishim kthyer në këtu. Më thret Sabit Broka të merrim pjesë të mirë edhe dy shokët e tjerë të luftës. Dhe më thotë që i kemi përvjetorin e ushtrisë, ditës të ushtrisë krijuar nga qeveria Ismail Qemalit në 4 dhjetor. Dhe të venim atje do vinte edhe presidenti Majdani, po e thon për herë të parë me zë figurë se me shkrim e kam thënë. Dhe t'i themi tha që të ktheheni në ushtri. Dhe i mora dy shokët e tjerë, unë dhe bam në shtëpi qendrore bëj. Mbaruan ato leksionet dhe zbritëm në koktej. Kur zbritëm koktej, na dha shenjë, u afruam dhe atje që presidenti, ministri mbrojtjes zoti Vuka dhe shefi shtabi i përgjithshëm Pullum, si ke Qazim. Dhe i thot presidenti që këta 3 oficera kanë shpëtuar janë gjallë, na nderuan Shqipërinë se do na kishte turpruar historia. I thot Sabit Broka, i cili ishte këshilltari president për çështjen e ushtrisë. Dhe mirë t'i kthejmë në ushtri. Presidenti Majdani i tha, po të kthejmë këta të 3, duhet lirojmë 3 të tjerë. Dhe u vu në pozitë vështirë Sabit Broka dhe i tha, jo zoti president, si jam dakord. Si dakord? Të lirojmë 30 dhe është pak. Jo se bëjmë dot. Atëherë mund largohemi, edhe u larguam, nuk qëndruam në koktej. E more vesh përgjigjen e pyetjes së dytë. Po si ka mundsi, asnjëherë nuk ka Dhe është një gjë interesante. Në vitin 2002 është përmirësuar ligji për statusin e dëshmorit në Shqipëri. Dhe dëshmorët e vrarë në Kosovë, që janë 32 veta, njihen dëshmorë të Shqipërisë. Kurse në statusin e veteranit të luftës nacionale shqiptare, nuk njihemi. Njihen të gjithë shqiptarët që kanë luftuar kudo në botë kundër nazizmit, po jo ne që kemi luftuar në Kosovë dhe Maqedoninë në Preshevë. Kundër serbëve. Po dhe justifikimi, po kjo është për luftën e dytë botërore. Mirë, po në nenin 8 kushtetues ne e kemi që kemi luftë është ajo. Në nenin 8 kushtetues njihet që Shqipëria mbron interesat e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Pra edhe ne nuk njihemi veteran në shoqata e veteranëve të luftës nacionale shqiptare në Shqipëri. Fare asnjë. Po atë dhe ky ligj është përmirësuar në 2019. Edhe nuk është fut. Ja vlen atëherë të mbrosh interesat e shqiptarëve kudo që janë, kur sa di shteti? Si është kjo? Ma di ndërgjegja. Se unë ndjej veten shqiptar. Se shteti, dakord, shteti janë institucionet që përfaqësojnë. Por ja që ndodh që në krye të këtyre institucioneve vijnë shtetas që se ndjejnë vetë shqiptar. Grua, si pati motivacion vërtet, grua e një terroristi dhe nëna e një terroristi? Nuk e shprehen, po nuk e shprehen. Po e hoqin nga puna. Kuptoj. E hoqin nga puna. Pse do ta hiqin nga puna? Ndërkohë, njerëzit me cilët ju keni luftuar janë gjithashtu përpara gjykimit. Ata tani nuk gjykohen, shko, këtu kemi të bëjmë me një inat të Evropës. Për t'i thënë Amerikës, ja, këta terroristët më sheteti. Sepse Evropa s'ke dakord të ndërhinte NATO-a. Dhe Amerika ndërhyri edhe pa lejen e Këshillit të Sigurimit, edhe pa miratimin e Parlamentit të Evropës, ndërhyri me kokëforcinë e saj. Dhe sot e gjithë ditën Evropa bëri të pamundurën që UÇK-ja të vënë një gjyq ndërkombëtar, por është një gjyq që nuk e njeh historia e drejtësisë botërore, historia botërore që pala fituese të vënë një gjyq për krimet që ka bërë pse ka vrarë pushtuesin dhe pushtuesit mos vënë një gjyq pse ka vrarë ata që pushtojnë. Është një gjykat anti-etnike kundër etnisë shqiptare. Kjo është padrejtësia më e madhe që bërë. Dhe ky është gabimi më i madh që bëri Hashim Thaçi me shok, që miratuan atë gjyq dhe quajtën gjykat të Kosovës. Dhe të gjitha shpenzimet i paguan Kosova. Avukatët, gjykatësit, prokurorët i paguan Kosova, nuk i paguan Evropa. Ku ishit ju në kohën e sulmeve të NATO-s? Unë pata fatin të jem oficeri që mbajta bashkëveprimin me NATO. 70 ditët e luftës NATO-s, bashkëveprimi, sepse kjo ishte një nga
lëndët ju nipja në akademi, kur isha pedagog. Qa historie keni, të jashtë zakonshme? Dhe ai që një fat për mua që atë që kisha bërë 10 vjet mësim, tani e bën praktik vetë. Dhe në orën 4 mbazit të dasë 23 mars, na merë në telefon Hashim Thaçi nga Brukseli. Se ata mbaroj mbledhja e Ramujës edhe vajtën në Bruksel për të biseduar se si do bëjnë bashkëveprimi me NATO. Dhe unë isha me shefin e shtabit përgjithshëm, Bislim Zirapin, se Agim Çaku në Fundlufska, është Bislim Zirapi shef shtabit. Një djalë që kishte luftuar në Bosnë, kishte në komandant divizioni. Çeku i mori meritat. Shiko, luftën e bëjnë herojt, pastaj tjerë shfryzojnë pasat. Dhe na mori telefon dhe na thotë që tani do të marri sonde NATO, do filloj sulmet kundër Serbisë. Një lajm që pak kush e dinte. Asë dinte njeri. Për herë të parë ne e morëm vesh. Ne kishim vajtë në një zonë operative për të kontrolluar frontin. Dhe kush quhet zonë operative dhe front? Divizionet. Dhe për të kontrolluar vijën e parë të mbrojtjes. Dhe tani thotë do të marrin telefon nga shefi i shërbimit informativ i prefekturës të Kukësit. Ai do të japi me hollësi të gjitha të dhëna se si juve se si do të bashkëveproni. Dhe na morin telefon Ram Kusaqe. Dhe filloi Rama të fliste me shefin e shtabit përgjithshëm. Mirë, po dialekti i tyre me dialektin ton ndryshonte. Tani tha mirë ka daria, ra ky morte u pan, domethënë. Bukur. Se ti je nga vendi Kadares? Po. Dhe ai tash përgjegjësia që ndjet e Bislimi, domethënë një ushtri shqiptare, do i vite në ndim NATO. Një përgjegjësi e madhe. Jashtëzakonshme. Dhe nga emocionet që kishte, ti akoma emocionohesh? Nga emocionet që kishte, haroj që isha unë aty. Dhe tha, more, kush i kupton mirë këta të shqipërisë se flasin shpejt? Dhe i thot ai shkrusi që kishim shkrusi evidencieri. Po ja kemi shpëtimi, se unë një fisha me shpëtim golem. Se s'duhet të merre i vesh që isha oficer nga Shqipëria. Dhe më falë, tha, në po se kuptoj. Edhe ai filloi flisë dhe unë shkruaja, që do më. Pastaj na morin telefon Sean Burns, përfaqësuesi i Amerikës, që do ishte me shtabin e NATO-s Kumanov. Dhe ai më dha udhëzime të hollësishme se si do të vepronte aviacioni NATO-s dhe si do të bashkëveprojmë ne dhe çfarë ta do përdorim, çfarë do bësh këto gjëra. Dhe kështu që atë ditë unë fillova të mbaja këtë detyrën e bashkëveprimit me aviacionin NATO-s. Ipim të dhëna se shiko, aviacioni nuk godet dot po si tregove ti nga toka. Po, çfarë tregoni t'ju? Sa ta përgatisin në Serbi? Ku i dini t'ju? Jo, tani ne i tregonim për forcat serbe në Kosovë. Aha. Se në Serbi din e vetaj, se në atje Serbim s'do godisë ushtrinë, do godisë objekte. Objekte. Industrinë e tyja. Po këtu në Kosovë? Në Kosovë do godisë gazermat e tyre, po dhe në front, se ushtria ishin në front, ku kishte artillerin, ku kishte ushtrinë, këto ja i prim neve. Dhe ju kishit dënat? Po neve kishim në luftonin, hiqit ju në vit parë, tani ju thonë, ju më tregonit se sa tanke ka, ku i ka në hartë, edhe unë i hidhja në hartë, i hidhni me hartë, dhe pësa ja shkruaja anglisht dhe atë shkruaja NATO-s, sepse na i dhanë të gjitha, se i kishim faks, se i kishim gjitha. Bile në kanë ndihmuar shumë dhe Gjermania. Gjermania na dha telefona satelitor, që nuk bllokoheshin dot qoftë edhe nga Rusi, qoftë edhe nga Serbia. Dhe ne flisim lirshëm me ata, flisim hapur fare në telefon. Ju fliset me NATO? Me NATO, nuk kupton. Dhe po sa herë ja dërgonim, 10 herë, 15 herë, 2 herë në ditë, varet siç kërkonin ata. Dërguat ndonjëherë gabim? Jo, ata veprojnë gabim. Ne jo, nuk bëjmë gabim. Nuk bët gabim e ndërgim koordinatash? Jo, absolutisht. Po, diçka tjetër. Ditën e parë që unë jap të dhëna, unë i dhash të dhënat siç e përdorim neve këtu lindja. Koordinatat në hartë, X, Y. NATO a kishtë kundër në Y, X, Y, pastaj X. Më thanë mua, këto të dhëna që ju bjen në detin Adriatik.
Për pak na goditët, për pak. Atëre, po I thashun pse? Më thanë, si përdor kë jep koordinat pa X-in, jo, duhet dënë Y-in. Është gjithë problemi. Dhe pse thoni që vepruan gabim? Goditën gabim? Jo, nuk goditën ata gabim. Ata goditën gabim ata. Goditën disa kolona, po jo se ishin të dhënat nga ne gabim. Donin ta bënin këtë gjë. Ishin 19 shtete që vepronin. Të gjitha ato shtetet nuk na donin. Dhe mos harrojmë që një oficer I NATO-s francez e arrestuar dhe dënuar. Në atë kohë? Në atë kohë. E kapën për spionazh? Po, I jepte të dhënat Serbisë se kur do ngri aviacion e ku do godiste. Bile jo pa qëllim, Sean Burnsi, ditën që mua më dha të dhënat, që do të veproja, më tha një këshill. Kur ne do të thomi se cili aviacion do ngrihet tashti, ka radhën, se ngriheshin me sipas shtetit. Shtetit. Kur do të thomi që do ngrihen francezët, mos ta jepni dhëna. Si mos ta jepni? Në momentin që do kur do të thomi ne që tani ka radhën aviacionin francez, mos i fare të dhëna.